Ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet në Gaza duke vrarë më shumë se 20 palestinez vetëm gjatë orëve të fundit. Ndërkohë autoritetet izraelite u kanë kërkuar banorëve të një lagjeje në Beirut të largohen menjëherë nga shtëpitë e tyre duke sugjeruar se do të godasin sërish kryeqytetin libanez për herë të tretë që nga armpushimi i nëntorit me Hezbollah. Situata në Gaza është përkeqësuar ndjeshëm. Zyrtarët e ndihmës humanitare kanë ngritur alarmin për një krizë të rëndë humanitare, duke paralajmëruar se enklava palestineze po kalon në një situatë urie ekstreme për shkak të bllokadës shkatrimtare izraelite. Qeveria në Gaza raporton se deri tani janë vrarë mbi 61.700 palestinez, ndërsa numri të plagosurve ka arritur në mbi 117.600 persona. Zyrtarisht janë konfirmuar 52.243 të vdekur, ndërsa mijëra persona të tjerë të zhdukur në rrënoja supozohen të kenë humbur jetën. Nga ana tjetër, Izraeli raporton se gjatë sulmit Hamas më 7 tetor 2023 humbën jetën 1139 izraelit dhe mbi 200 të tjerë u morën peng. Ndërsa lufta vazhdon, ndërmjetësuesit ndërkombëtar, veçanërisht Katari dhe Egjipti, janë duke bërë përpjekje për të arritur një armpushim të ri mes Izraelit dhe Hamasit. Grupi palestinez ka deklaruar se ka paraqitur një vizion për marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila përfshin ndërprerjen e luftimeve, shkëmbimin e të burgosurve dhe rindërtimin e Gazës. Ndërkohë, analisti politik libanez Ali Risk deklaron se sulmet izraelite ndaj Beirutit janë përpjekje për të vendosur rregulla të reja në rajon. Ai thotë se Izraeli kërkon ta përdorë si pretekst mungesën e ndërhyrjes së shtetit libanez kundër Hezbollahut, edhe pse vetë presidenti i Libanit Joseph Aoun ka deklaruar qartë se çështja e armëve të Hezbollahut nuk mund të zgjidhet me forcë, por përmes dialogut. Sipas mendimit tim, Izraeli po përpiqet ta justifikojë sulmin duke pretenduar se autoritetet libaneze janë shumë të buta me Hezbollahun, por strategjia e vërtetë dhe e padeklaruar e Izraelit është që të imponojë rregulla të reja loje në rajon, pa pasur ndonjë provokim nga Hezbollahu ditët e fundit, thekson Risk. Në Beirut, mediat lokale raportuan për një sulm paralajmërues të kryer nga dronët Izraelit në zonën që pritet të goditet më rënd në orët në vazhdim. Pamjet tregojnë tym të madh dhe trafik të rënduar pasi banorët përpiqen të largohen nga lagja e kërcënuar nga bombardimet.